Nderuar televizikues, kam ftuar dy styardesa. Shqiptare normalisht, janë pak. Është kompania Adria në Kosovë, e cila ka angazhuar, në fakt ka të punësuar diku dhe 10 styardesa bashkë me styard. Arsyeja pse i kam ftuar është t'ju bëj respekt, këtë rast edhe kompanisë Adria, për arsyeën se na ka respektuar me vetë faktin se ka angazhu bilet na flasën styardesa shqip. Të thras dy styardesa. Hey! Brama. Brama. Ndresh e karigën. Faleminderit. Që shpjo duket mos më lënë rehat. Mirë se keni ardhur. Angjelusha dhe Merita, po? Linda, në fakt. Linda. Ju jeni nga kompania Adria Airways. Adria Airways. Mi se vinë në Face Show. Mirë se ju gjetëm. Interesant, tash po më duket, më ka kap me një farë panike që kam fluturu kur i pash juve. Gjithmonë me frikë, ka pak frikë, jo për diçka, po është adet me pas frikë, Po. Arsyeja pse ju kam ftuar, ndoshta më keni dëgjuar, ndoshta më herët tregova që ka ndodhur shumë shpesh për aeroplane të tjera, do të me dëgju gjuhën serbe styardesat, që besa nuk sillen mirë nganjëherë me pasagerë shqiptar. Arsyeja është se këta nuk sillen mirë me rregullat, nuk i respektojnë rregullat e aviacionit dhe udhëtimit. Po ashtu, ju qysh po kaloni në përgjithësi me udhëtarët në Adria? Unë personalisht shumë mirë. Jam shumë e kënaqur me udhëtarët shqiptarë se na respektojnë shumë, sidomos kur e dinë që jemi shqiptara. Gjithashtu kam një kënaqësi dhe një ndjenjë shumë të veçantë, sepse e kam vërejt atë ndjenjen tek shqiptarët kur na kanë bërë për herë të parë të folin me ata shqip, sa që kam filluar edhe me çajt, duar trokitjet. Apo? Po. Shumë mirë. Unë se nova, pak. A ka shkollë për styardesë Kosovë, apo si jeni punësuar? Ju sa ka të punësuar, Adria, kështu? 10 shqiptar. Grupi parë shqiptar jemi, do me thënë 10 veta, jemi 6 femra dhe 4 meshkuj. Konkursi ka qenë gazet që i kemi pa, pastaj kemi qenë në intervistë dhe për intervistës është bërë një përzgjedhje dhe kemi fillu trajnime, do me thëmë me kretë instruktorat sloven që kanë ardhur nga Slovenia. Deshta me tregu diçka interesante. Me shqiptarët do të kaloni mirë, se ka pas raste, në të ushqimi, për shembull, mos të filloj me Barsoleta, po të ushqimi e di një më shumë, shqiptarë, se ja kanë vendosur të ushqimi një kifle vogël, ta ka më kësi, s'ka, ju së ngatuni do të sahone kësi, bre. Vini më këtu. E përmenda ushqimin se dëgjova që edhe ushqimi për Adria Airways përgatitet në Kosovë. Do të edhe kjo është pozitive, do ta përshëndesim edhe pronarin, do të Besnikun. Kjo më bëri do të një varfër me të lumtur, do ndihem pak mirë, sepse ju ka besu një kompanie kosovare, prodhohet ushqimi në Kosovë, ushqimi për dhe gjithë shërbimi është falas. Edhe gjithë shërbimi është falas. Vjen mirë shumë. Kemi këtu kolegin Tempulli, mos keni ndonjë pyetje rastisht? Duhet fakt ju lëjmë si kështu si respekt ndaj jush dhe profesionit tuaj në Talmën. Këtu kemi studenta edhe nga komunikacioni ajror, apo? Nani? Përshëndetje. Përshëndetje. Ndeshta, unë quhem Ferdana Klisurica, jam nga kolegji Tempulli, komunikacioni ajror. Një pyetje, cilat janë kushtet për me qenë styardese? Çfarë kushte duhet t'i keni? Në rregull. Mi plotësu kushtet. Po. Kushtet elementare cilat janë kërku fillimisht edhe në konkurs kanë qenë spari me pas fillimisht shkollën e mesme të përfundume, të paktën, mandej me ditë gjuhën angleze. Gjuhë tjera kanë qenë plus, po gjuhë angleze ka qenë obligative, me ditë notin, me qenë e shëndetshme, sy, vesh, zemër, gjitha organet dhe më thonë me qenë shëndetshme, dhëmë gjithsesi është shumë parim për me qenë po. Gjithashtu, kanë qenë kushte thjeshta, vetëm se gjatë trajnimit kemi pas ma shumë vështirësi sa ti ke mujtë me mësu për shembull mu adaptu me terminologjinë aviacionit, gjuhën angleze ose sidomos edhe gjuhën shqipe kur s'kem dëgju përpara ma herët për këtë lami për shembull. Këto janë kushtet. Shumë mirë. Për shembull, deshta më bëni pyetje kështu, ka zonë drejt ndoshta s'nas një stanin kërkosh thashë. Kur pa ateron ja po çon këtë kohë malo pa ul aeroplane. Po problemi sa.
Gjithmonë. Gjithë ke problem, se më kështu? Po. Po ndodhë kështu? Tash edhe Shqip ju flasin, pi ju thojmë, Oloni, lidhe një ripin e sigurime. Atje bre! Ajo ndjenja kur janë Kosovë është gjithmonë... A këtu është problemi? Pse shqiptarët e njëjtë në një aeroport janë shumë do të funksionojnë me gjithë shka në regullë, para se me atërru në Kosovë, se të hynë do të euforia, për shka për ndodhë, ju vlon gjako. Ju këta e keni kuptu, a ndodhë vazhdimisht kjo? Ndodhë, gjithë fluturim ndodhë. Si të paras të kjo që qohën, sepse gjithë mund është të njëjtë. Si të atërojnë? Kam unë gridi kush edhe mi hapa të dolapat në altë. Po na i parandalojmë gjithësësi. Për shkashtit sigurisë. Qysh parandalojnë? Me fizikisht? Me mikrofona. Me mikrofona. Oloni. Kam vrejt këte do të vazhdimisht. Po mirë, kër ju shojnë shqiptarë, na të regoni diçka për përvojës të ujtë, baj përvojë interesante. Për mu kanë interesante, do me thënë, kur kemi fillu në fillimin e punës, janë habit shqiptarë me të vërtet, kur na kanë dëgju të folë Shqip, edhe më kanë ndodhë personalisht 5-6 herë gratë shqiptare me më lypë për djemë të veç, më siti që shkonë do me Ka qenë rasti kur isha duke shërby pasagjerët me ushqim, edhe më ka bo një pyetje pasagjerë, një zonje më shume, edhe më ka bo, oj ti qi ka bë me bo një pyetje, unë e thash por në zonjë, dhe a bë me dit, a ki frajer, a i fejum, a i martu. Edhe unë i thash është diçka personale, do me thënë nuk është nevoja mu përgjigjë. Edhe ajo me këmgullja ashtu, edhe ajo pasagjerja, do me thënë ajo zonja me këmgullja ashtu, kalzon, por zotin, po du me ta morë numrin e telefonit, e kam një djallë, është biznismen, është i mirë, jetë në Gjermani, jam po marakën të shumë e mirë. Po mirë dhe edhe ty tash t'kishë ra mirë, pse jo, ishe marrë në Gjermani, gjdo dit ishe artë e nona në Kosovë, me aeroplan, apo? Unë kom pas rast edhe ju më di shumë mirë, kanë qenë dy pleq, qift, janë ardhë në aeroplan edhe kishin marrë një letër të bardhë dhe i kish shkruar dikush me kompjuter. Ju lutem na ndihmoni, ne nuk kuptojmë asnjë gjuhë. Edhe i shardë me plakat në aeroplan. Edhe unë për shkrejt për afrona, masi e pashi për shkru në Shqip, thash, hajde mi, thash se one di gjuhën tane, thash, one kom e folë me ti, e unë di qa që i lumë të, sa që nga njëherë edhe të qajnë. Pleqë të vjetër, kur nga ndëgjojnë të folë Shqip, ndo njëherë edhe të qajnë. Dijën shumë krenarë. Si është një ditë e juja, sa udhëtoni, cilat janë linjat që udhëtoni me aeroplan? Linjet e regullta e kemi Prishtinë-München, Prishtinë-Frankfurt, Prishtinë-Ljubljan dhe Prishtinë-Veron. Gjithashtu është edhe kemi fluturimin charter që është Prishtinë-Basel. Interesant, po. A jeni fejuar? Jemi. Jemi të dhjat. Jo, se e largojme. A keni pas nëherë raste kur ka panik me pasagjerë? Keni pas të jeni sfiduar dhe thot tani, keni bërë përvojët mjaftueshme? Po të sfiduar me pasagjerë me panik? Gjithsesi, ne jemi edhe të trajnuar për si lloj mjek me qenë aeroplan. Mundet me ndodhë lindjet pazakonshme, mundet me ndodhë strese. Infarkt. Po, i kemi ato pajisjet do më thonë emergjente që di me i përdorë ndihmës parë gjithsesi. Më vjen shumë mirë. Tani, merë shumë mirë, dhe thotë që s'paku kam pasur stewardesa në emision. S'ka dirta për fund, nëse ju keni porosi, dhe thotë si stewardesa një farforme, ndoshta nuk është deri aty do të një autoritet i tillë, po unë përkërkoj për jush, cila është një këshill për një pasagjer në aeroplan që ju mendoni që ka nevojë të përmirësohet, një sjellje, një gjatë udhëtimit. Vetëm mos ngritja parakoshme, para se dalet të ripe i sigurimet. Regullat me respektu gjithsesi. Mos Se pirja e shprejmë edhe kulturën tonë, do me thonë. Mos pirja duanit në tualetet, se sta dhe kolegja, po ndodhë shpesh, që e bëjnë shqiptarët. Pa tjetër ripat me lidhë, se shqiptari nuk mundet mu dërru me pas ripën, lidhën nuk e di pse arsyeja.
Edhe është ajo tjetra që nuk kanë durim, shqiptari duron, do me thënë, 2 orë e gjysë një flutërim, po nuk mundet me duru 2 minuta dhe sa të parkohet aeroplane. Kjo ndodhë dhe në vendet tjera, asë bësej që vetë me shqiptarë, kjo ndodhë dhe me vendet tjera, kështu që... Po, kryesisht. Më varet prej karakterit personit. Sa ka edhe eksperiencë, sa shpesh ka fluturu, do me thënë. Keni pas rastin në herë kur me vende kështu diçka, me shqiptar, me diçka? Ka probleme, për arsye se ato vajzat në check-in ose kushdo që punon në aeroport, jepin për shembull boarding pass, i thirrët ajo që ka numrin e ulsës, gabimisht për shembull ndryshe familjar, një familje, njëri është numër 1, njëri numër 5, janë të ndonë prind prej fëmijëve. Kështu që ti dush me pas çfarë detyrë që me mujt mi aranzhu diçysh me i ul, familjen bashkë me andrut çati që u kon çat ulse vendin me çu dikon tjetër. Krijon kanjëherë kaos aty, po i rregullojmë këto. Do të check-in e bën këtë problem, ha? Po. E di njëri thot shkon në check-in dhe thot më falni, ja bën një çantë ma dërgu, un po udhtoj thot për Zürich, po një çantë ma çon në Düsseldorf, një në Frankfurt edhe një në Amsterdam. Po s'është e mundur, çu s'është e mundur, javën e kaluam që të magni bo. Një djalosh i ri Ramadan Bozhlani na ka sjellë ca libra për të dhuratë, pse jo, do është për bazë tu ishte poezi interesante, nështë ta s'keni kohë me lexuar të fluturimit, që edhe një për besnikun. Për besnikun. S'besa që lexon, po le ta ketë dhuratë për zyrin. Faleminderit. Për besnik Dalikun. Faleminderit shumë Angjelush, Linda, faleminderit shumë që ishit këtu, besoj do të takohemi ndoshta në fluturim së bashku me shumë dëshirë. Juroj fluturim të këndshëm. Mirupafshim. Natën e mirë.